Përshëndetje miq, mirë se u kthyet në lëkurë. Në këtë video sot doja të ndaja me ju rutinën time të mëngjesit për mirëmbajtjen e lëkurës dhe për përgatitjen për të ikur në punë. Edhe pse rutina e darkës është ajo më e stërgjatura dhe më e rëndësishmja, gjithsesi dhe rutina e mëngjesit e ka rëndësinë e saj. Dhe si fillim gjëja e parë që bëj me lëkurën është e pastroj vetëm me ujë. Pastaj, për ta hequr yndyrën e tepërt nga lëkura, përdor hidrosolin e përgatitur vetë në shtëpi. Videon e procedurës mund ta ndiqni tek një nga videot tona dhe linkun do ta listoj pak më poshtë, ose përdor edhe hidrosol të hamamelis virginiana apo distilat hamamelis virginiana ose ndryshe quhet dhe witch hazel, mund ta keni dëgjuar me emrin witch hazel. Hidrosoli i hamamelis virginiana është i famshëm për vetitë e tij që heq yndyrën e tepërt nga lëkura dhe në të njëjtën kohë dhe hidraton lëkurën. Menjëherë pasi ta kem pastruar yndyrën e tepërt nga fytyra me hidrosol bimësh, e hidratoj lëkurën me krem hidratues nga Bizentris. Unë përdor kremin Crème de la Crème sepse i përshtatet më shumë llojit tim të lëkurës, por gjithsesi ka lloje të ndryshme të kremave për secilin tip të lëkurës. Mënyrën e aplikimit të kremit hidratues në fytyrë si dhe masazhin e fytyrës mund ta gjeni tek një nga videot tona, linkun e së cilës do ta listoj gjithashtu pak më poshtë. E pas hidratuesit vjen radha e kremit mbrojtës dielli, i cili nuk do të mungojë në asnjë ditë të vitit. Dhe në ditët me më shumë diell përdor kremin mbrojtës dielli nga Bizentris, i cili ka mbrojtje më të madhe, ndërsa në ditët kur ka më pak diell ose kur dua një mbrojtje pak më të lehtë, përdor vaj mjedre ose red raspberry seed oil. E në rastin kur përdor kremin mbrojtës dielli, zgjedh të përdor BB cream për një mbulim më të lehtë, ndërsa në rastin e kundërt, kur përdor vaj mjedre, përdor fëndatinën ose zgjedh edhe mos ta përdor fare as fëndatinën as BB cream. Ky BB cream që po përdor në video është BB cream i bërë në shtëpi. Dhe nëse doni ta shikoni procedurën nëse si mund ta bëni edhe ju vetë në shtëpi një BB cream, më shkruani një koment më poshtë dhe mund ta bëj tek një nga videot e ardhshme. Ndërsa si për BB cream, vendos një shtresë fare të hollë të një pudre organike bimore, në këtë rast të Benekos, thjeshta për ta hequr atë yndyrën e tepërt të BB cream, por gjithsesi të ketë akoma një shkëlqim të shëndetshëm lëkura. E siç thon, vetullat flasin më shumë se fjalët, kështu që nuk duhet shpëtuar pa një rregullim të vogël edhe vetullat. Ndërkohë ju kujtoj që një tjetër video të plot, vetëm për make-up natyral, e gjeni tek një nga videot tona në kanalin Lëkurë. Ndërkohë, për çerpikët përdori melin e përgatitur me karbon vegetal dhe me gel aloe vera, të cilin e gjeni tek video e 6 përdorimeve të karbonit vegetal për shëndetin tonë. Ups! Dhe ja çfarë ndodh kur mundohesh të bësh çerpikët pa pasqyrë. Por gjithsesi për këtë punë kemi witch hazel, i cili bën një punë të shkëlqyer. Dhe ndërkohë që bëhemi gati, do të qëndrojmë të hidratuar, kështu që mos harroni të pini ujë. Në këtë rast po pi ujë me vaj esencial limoni, sepse thjesht më lehtë gjendet vaj esencial limoni në shtëpinë time se sa limoni vet. Dhe në fund fare përdor lip balm nga Bizentris, i cili është me propolis, me yll blete, mjaltë dhe me vajra bimor. Dhe tani jam gati për të ikur në punë. Ups, harrova të rregulloj me plate. Dhe një hidratim të fundit. Dhe do përdore me përbardhën, tani mund t'i ikë në punë. Përbarda do më thënë është bicikleta ime.
Kjo ishte i gjitha me, shpresoj të ketë pëlqyer